Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit nga jeta tashmë e artistëve shqiptar. Dua të ndaloj tek një lajm i cili ditën e sotme na ka shqetësuar të gjithëve. Portale të shumta, tituj të frikshëm, sollën lajmin që Brikena dhe Mateo janë të ndarë. Tani unë jam munduar që në fakt të jem në çdo hap të çiftit dhe të ndjek çdo detajin e tyre. Me thënë të drejtën, u shqetësova shumë, u mërzita shumë dhe kjo gjë ka ndodhur në një moment kur Brikena ka hedhur një fotografi me një zemër të thyer duke udhëtuar në një makinë mbrapa e ulur në sediljen e pasme. Fillimisht një herë u tha që Brikena dhe Mateo kanë fshirë fotografitë e tyre në Instagram. Tani Mateo dhe Brikena, nga ajo që unë di dhe nga ajo që unë kam hulumtuar, asnjëherë nuk kanë hedhur në post, do me thënë në postin e Instagramit, nuk kanë hedhur një fotografi të vetën, por kanë qenë gjithmonë të bërë tak. Do me thënë, kur ishin tek villat për ditëlindje, villat bën tak Brikenën dhe Mateon, dhe Mateo dhe Brikena e pranoi. Brikena nxori në story fotografi dhe ja uroi Mateos ditëlindjen. Gjatë kohës kur janë përgatitur, janë bërë gati me grim, me make-up, për shembull Brikena që ka qenë në prapaskena dhe nga studio make-up e të ndryshme kanë qenë Instagramët e studios që kanë bërë Brikenën tak dhe Mateon tak. Do me thënë Mateo dhe Brikena në feed, në post, nuk kanë hedhur asnjëherë një fotografi bashkë. Nëse janë fshirë tagat nga Instagramet e tyre, që nuk kupton, do me thënë kanë patur veten e tyre të taguar nga kompani të ndryshme në rrjete sociale, gjë që kjo mund të ndodhë që Mateo dhe Brikena nuk dëshirojnë më që t'i bëjnë reklam për shembull ati grimieri, asaj grimiere ose ati ambienti ku ato kanë qenë më herët. Dhe derisa nuk janë postimet e tyre, janë postimet e dikujt tjetër, kjo nuk kupton që Mateo dhe Brikena mund t'i heqin tagat kur të duan ato dhe nuk bëjnë më reklamën e asaj kompanie. Një. E dyta, Brikena ka hedhur në story fotografi me Mateon, ka hedhur në story momente me kunatën e saj kur ja dha dhe lulen, ka hedhur në story fotografi me Vjerën, por jo në post. Me thënë nuk janë të hedhura në postin e Instagramit të Brikenës edhe të Mateos. Kështu që nuk duhet shqetësuar nga fakti që Brikena dhe Mateo kanë fshirë gjithçka. Jo, ato nuk kanë fshirë asnjë gjë. Ato fotot e profilit akoma i kanë me njëri tjetrin. Me puthje në buzë dhe të shikuar në sy e ka foton dhe Mateo dhe Brikena. Do me thënë ato janë njësoj mes njëri tjetrit. Tani, në këtë mes ka një gjë tjetër. Një fotografi e cila u publikua sot, ku Brikena ishte shtrirë në sediljen e pasme të një makinës, që në fakt ngjason shumë me makinën që Mateo është vozitur kohëve të fundit, por le të mos asociojmë që është Mateo. Brikena ka fotografuar një mal, rrugën, dhe ka nxjerrë një zemër të thyer, që nuk kupton, do me thënë, që Brikena ka qëndruar në Tiranë dhe ndoshta sot ka vendosur që të shkon drejt Prishtinës vetëm për të qenë tek tezja e saj, apo e kundërta, edhe pse unë e di që kanë qenë bashkë, do me thënë të dy, për Bajram, por mund të ndodhë që Brikena mund të ketë udhëtuar vetë diku tjetër dhe në mall për Mateon, që nuk mund të rime pa Mateon, që nuk mund të ndaj momente pa Mateon, Brikena mund ta ketë nxjerrë atë zemër të thyer, por ai mal edhe mund të lidhet me origjinën e Brikenës, që do me thënë mund të ketë të bëjë me origjinën e prindërit të saj, mund të jetë në një fshat në Kosovë që lidhet ngushtë me Brikenën dhe i ka kujtuar një moment të dhimbshëm që Brikena ka nxjerrë një zemër të thyer, do me thënë me mallin që e ka për prindërit, por gjithsesi në asnjë mënyrë nuk duhet marrur ky mendimi. Okej, mënyra se si Brikena dhe Mateo i kanë lënë gjërat të çon të mendosh që kjo marrëdhënie është krisur, të çon të mendosh që
kjo marrëdhënie është drejt fundit, të çon të mendosh që çifti nuk ka më asgjë mes njëri tjetrit, por në të vërtet, nga informacionet, më falni, që unë arrita të siguroj, arrita të kuptoj që të gjitha këto fjalë që fliten lart edhe poshtë janë thjesht fjalë të kota që nuk kanë asnjë lloj baze, por baza e tyre vetme është Instagrami, do me thënë janë drejtuar drejt një situate që realisht nuk kanë qenë videot, nuk kanë qenë reelsat të tyre, por kanë qenë reels të cilët janë taguar Brikena dhe Mateo. Do me thënë, marrëdhënia qëndron jashtëzakonisht shumë e lumtur. Unë e di që fansat e Brikenës dhe të Mateos më kanë shkruar pafund, janë shumë të shqetësuar për këtë marrëdhënie, por unë do t'ju kisha apeluar që të rini të qetë. Çifti është shumë mirë në krah të njëri tjetrit. Këtë gjë do ta shihni edhe në puntatën e ardhshme të She's on Top, që Brikena do t'jetë shumë e lumtur, do t'jetë shumë happy, do me thënë nuk ka gjë në marrëdhënien e saj me Mateon, por në një anë tjetër, do me thënë çifti vetë nuk reagon, sepse kjo është edhe një farë lloj reklame për to, një farë lloj marketingu. E kemi parë, do me thënë, disa herë, dhe zakonisht personazhet publik, që unë nuk e gjykoj, sepse edhe në botën e jashtme bëjnë skandale të ndryshme, nëse mund t'i quajmë skandale, sepse këto nuk janë skandale, por nëse mund t'i quajmë domethënë skandale, edhe në botën e jashtme bëjnë situata të këtilla, ndahen gjasme nga njëri tjetri, prishin gjasme marrëdhëniet me njëri tjetrin, dhe kështu që publiku flet për to. Duhet kuptuar, është një çift personazhesh VIP, ato nuk mund të rinë në Instagram duke sqaruar çdo detaj më të vogël, derisa ato nuk i ndryshojnë fotot e profilit të vetat, derisa ato nuk e fshin njëri tjetrin nga Instagrami. Kjo nuk kupton që marrëdhënia e tyre është shumë e mirë. Unë jam interesuar, më besoni, kam pyetur, domethënë miqtë të afërt të tyre ishin befasuar nga lajmi që kishin dëgjuar, sepse marrëdhënia është shumë e bukur. Domethënë deri ditën e dieshme kanë qenë shumë mirë. Brikena ka qenë në familjet e Mateo, ka vizituar vjerën e saj, ka ndarë momente me babain e Mateos, ka ndarë momente me motrën e Mateos. Me thënë, motra e Mateos e do shumë Brikenën, ka një marrëdhënie shumë të mirë. Dhe gjitha kjo, domethënë, është një kod gjë e cila normalisht sot bëri bujën e madhe, sepse të gjithë dyshuan që marrëdhënia është krisur. Domethënë, marrëdhënia është shumë e mirë. Jam i bindur që çifti së shpejti do të poston një fotografi që të shuan zërat, por Brikena ka qef që më së shumti, domethënë, Instagramin e saj ta përdorën për punë, por edhe për pak provokime që në të vërtet ka bërë ditën e sotme. Tani, a e kanë në favor këtë gjë? Me patjetër që e kanë, sepse ato janë duke përzgjedhur mënyrat se si, domethënë, të mbajnë audiencën mbërthyer për Instagramerat e tyre. Unë do kisha dashur që përzgjedhja e tyre të jetë një përzgjedhje sinqert, përzgjedhje e vërtet, ku ato të shfaqin momente duke u kënaqur dhe duke kaluar mirë me njëri tjetrin, sepse vërtet publiku do t'i shikoj të lumtur dhe do t'i shikoj të gëzuar në krah të njëri tjetrit.